Pyetja tjetër e radhës për atë që nuk duhet të jetë këtu sot, për Ministreshën e Punëve të Brendshme Gordana Jankullovska. Në informacionet të cilët u dhanë në mediume, gjithandej u tha që 30 njerëz të maskuar hynë në autobus dhe rrahën 5 nxënës shqiptar. Sot e kësaj dite ne nuk kemi informacion sa nga këto 30 maska, ftyrat shumtuara, liga, janë Burgos. Ju vetëm keni marrë 7 në pyetje, dhe pse nuk ato 7, a ju kanë dhënë informacione në lidhje me këto 30 tjerët, apo jo? Apo i dini ju dhe s'keni nevojë të merrni këto informacione? Dhe si pasojë e gjithë incidenteve ku shqiptarët u rrahën, a është vërtet që deri tash numri i përgjithshëm i të arrestuarve është 13 shqiptar dhe 2 maqedonës. Do thotë, flas për këtë muaj, shqiptarët janë ato që rrihen, shqiptarët janë ato që vriten dhe shqiptarët janë ato që burgosen përsëri. Foni hapur azi këtu, se ku doni ta çoni këtë popull. Pyetja tjetër për atë që as nuk sheh, as nuk dëgjon, as nuk është prezent, ama ditë bëhe miliona. Për Musa Xhaferi. Ku është? Nuk e shoh. Asnjëherë kur ka pyetje për deputet, nuk e shohim. Zoti Musa Xhaferi, shqiptarët kishin harruar. Gjatë kohë kaloi, prej kur nuk akuzohen nga përfaqësuesit e tyre, ju kujtohet, besoj, edhe deputetëve të BDI-s, në kohën e ish sistemit komunist dhe ish Jugosllavisë, kur dilshin deputet shqiptar, ministra shqiptar, dhe thonin shqiptarët janë irredentist, separatist, të paktën hulugan nuk i kishin thënë kurrë. Sot, mbas 20 vitesh, një deputet i BDI-s dol këtu dhe tha, edhe zëvendës ministri i punëve të brendshme dhe tha, që shkollarët qenkan huligan. Atëherë kush janë huliganet e vërtet? Jeni ju. Jeni ju huliganet e vërtet, që me gjakun e fëmijëve shiteni për ca të nderat qelburt atje që i merrni. Изненади вашата дискусија денес, бидејќи таа е идентична со дискусијата на пратеничката група на ДПА која се одвиваше во Комитетот за односи помеѓу заедниците. Таму со истиот говор на омраза, со истите невистини, со истите обвинувања, вие повторно се криевте зад собраниската говорница, затоа што немате храброст, лагите да ги кажете надвор од оваа сала и да се соочите со законот и да одговарате за она што го кажувате. Благодаря. To është me gish dhe i kërsnoje. Nuk hecin të unë atë gjëra, rirat. Sa i përket atyre gjërave të cilët fole 10 minuta vetëm e plotsove shefin tënë, si shduket i ngeli ati për tënë diçka, ti kishe pyetje konkrete, unë pyet ta. Nga 20, nga arrestimet që janë bë, prit fort, nuk e di si e përkthejnë, prit fort, deri tash, nga ato 70, a është e vërtet që janë 13 shqiptarë, dhe vetëm 2 maqedonës. Ti më fole për 70 njerëz që i pas keni marrë në pyetje. Nuk je sot ministre e punëve të brendshme. Ka vite që je ministre e punëve të brendshme. A i gjete ato që i vëndun flakën në kishës në lavunisht? A i gjete ato të cilët vëndun flaka dhe shkruan parolla në xhamin e manastirit? Vdekje për shqiptarët. I ke gjetë? Jo, akoma nuk i ke gjetë. Unë këto gjëra që ti them tu, ti them ku të duash ti. Jo vetëm të. Ti dole 3 ditë në pas vrasjes së 2 trimëve dhe arsyetove se që kanë gjerë prej konteksti deklarata e zëdhënësit të Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevskit. Dhe sot e kësaj dite e ke bashkëpunëtor më të afërt atë. Ti je ministresh në një ministri ku nuk ka asnjë post udhëheqës shqiptar. Dhe shet pralla këtu për bashkëtesë. Ti je ministresh në një ministri ku për natë dalin zëdhënësat e juaj dhe thonë që janë kap 3 me iniciale nuk e di çfarë, të përkatësisë etnike shqiptare, dhe pastaj janë kap 5 me iniciale nuk e di çfarë, por nuk dihet përkatësia etnike.
Nuk jap unë ato deklarata. Qasja e juaj është ajo. Se nuk e merr një Vlatko Gjorshevi në informacion. Nuk e tha nga foltorja e parlamentit. Qa pun ka të merret ai me ca njerëz të cilë më vetëm e vuajnë dënim. Juve ndjellni urrejtje. Ju të vetëm në vlerë, të cilën janë vesh një vetës, dhe këta e keni bërë, keni dëshmu, keni protestu para parlamentit, gjysmën e deputetëve karierën politike, kështu e ka ndërtu. Keni thirrë vdekje për shqiptarët. Ju ishit qeveria që financuat 1000 bileta për kampionatin e handbollit, me pare edhe qytetarëve shqiptarë, dhe të thirrën parulla kundër shqiptarëve. Morët masa? Morët. Erdhën handbollistët që edhe ato thirrën parulla kundër shqiptarëve, i dekoruat. Mbas këtyre incidenteve, pse bëhemi qorane? Në ndeshjen ndërmjet Pelisterit dhe një ekipit të Tetovës, ekipi publiku i Pelisterit vazhdimisht ka skanduar parulla kundër shqiptarëve. I doni videot. Ti veni para përgjegjësisë njerëzit. Po t'ishin shqiptarë me njerë do kishin vrapuar si vrapuat me tritë e Iliri Kumlevatas. Po kjo është turp. S'kam pyetje.